Do t'i shtoja fjalëve të kolegut tim, të Dibranit Xhenel Hoxha, jo ato që janë të ditura për shqiptarët. Po unë do i drejtohesh shqiptarëve dhe kryeministit shqiptar me një lloj thirrje. Çfarë? Që data 6 maj apo dita 6 maj për gjithë shqiptarët është një ditë jashtëzakonisht e shënuar dhe e bekuar nga Zoti. Së pari është dita e tokës, ajo tokë që do të thotë një gji i gjerë, për nga vjen dhe dita e shënuar Gjergji, një tokë që mban, që ushqen, që bekon, që amshon, gjithata dhe jo rastisht është festë, po aq e rëndësishme si dita e verës, edhe 6 maj, një festë e rëndësishme për shqiptarët. Dhe fatkeqësisht, kjo do jetë thirrja e parë që drejtohen shqiptarëve, shumica e tyre edhe nuk bekohen në të ditë, po edhe nuk e kujtojnë kur për fat Zoti dërgoi dhe një mëkëmës, diku 12 vjet përpara dërgoi Krishtin, por një mëkëmës të vërtet të betejave, të lirisë, të pavarësisë, të luftave, dërgoi Gjergj Kastrioti, më vonë pasaj dhe Skënderbeu, ose Aleksandër, në kuptimin e mirë të fjalës. Dhe shumë shqiptarë që kanë një Mekë, sikundër kanë popullsia muslimane Mekën në Mekë, edhe shqiptarët kanë këtë Mekë që ndodhet në sinë të Dibrës. Dhe kjo Mekë që shqiptarët shumica nuk e din, nuk vinë, por me këta burra këtu, 10 vjet përpara, kemi gjetur 3 argumenta të forta pse 6 maj është ditëlindja e të madhit heroi jon kombëtar. Ka lindur dhe ka marrë emrin Gjergj, orë 6 maj, orë në vigjilje të saj, 5 apo 4, e ka festuar shoqata Vatra, 20 vjet rresht në Amerikë, Fanoli, Konica, që nuk mendoj se do kenë ngabuar, që të kenë gjetur argumenta që Skënderbeu ka lindur në 6 maj. Ndërkohë, është edhe dita ku një gravur gjermane thotë që Skënderbeu ka luftuar sipas urdhit të sultanit me një tartar mongol. Dhe Skënderbeu e caktoi vetë ditën e dy luftimit. Atë ditë që kam lindur, atë ditë mund të vdes. Dhe ai fitoi mbi mongolin, që është një gravur atje në Bundestag, në muzeun gjerman, ku Skënderbeu lufton dhe fiton me mongolin. Pra, është një datë 6 maj, 2 herë për shqiptarët. Një herë festë e tokës, gji e gjerë e tokës, nga vjen emri Gjergji, pastaj vjen emra George, Jorgo, apo Giorgio, po jemi Gjergj, Niroksh, si që është emri Paul, nga vjen Paulos, si që është emri Zep, nga vjen Josef, si që është emri Nik, nga vjen Nikolin, kështu është e Gjergj. Edhe ne vim duke bërë thirrje gjithë shqiptarëve që ta hellin si vend për t'u bekuar, për t'u amshuar, si vend pelegrinazhi, që jo vetëm e Skënderbeut, jo vetëm e festë kombëtare, por është një ditë e përbashkimit të gjithë shqiptarëve. Dhe thirrja e dytë është kryetarit bashkisë të Dibrës, por edhe kryeministrit, që këtë rrugë nga Aras deri në Sin, jo shumë, 2 kilometra, unë mendoj se qëllimisht e lënë që këtu mos ketë një lloj pelegrinazhi të kulturuar, por do i bëja thirrje që ta kanë dhe mendimin për katës, ta asfaltojnë sot, se nesër është vonë, ku kjo të kthehet në një pikë e majgjethshme për gjithë shqiptarët apo gjithë ata turista që vinë dhe prekin Mekën e Gjergj Kastriotit, atë që tha profesor Xhenel Hoxha, heroi jo kombëtar, heroi i Europës, se nuk do dihet se çfarë gjuhë do flisin europianët sot, të mos ishte ai 25 vjet në hovin më të madh që kishte atëherë Sultan Mehmeti i II. Kjo është gjithë, ju falenderoj dhe është një ditë e bekuar që duhet ta kujtoj gjithmonë.